Zoti Topi, premtova që do të rikthehesha me skenare dhe ide tuaja, më thoni plani A, B, apo ka dhe më shumë se kaq dhe cilat janë sipas jush? Shiko, unë përgjithsisht nuk bëj parashikime kur gjërat janë konkrete. Po, por më thatë që kishit një ide se si mund të shkonte në këtë drejtim. Por nisur nga eksperienca e parlamentit dhe nga ky qëndrim gati dyshimt i kryeministrit për skenaret që ne do të shikojmë në parlament, atëherë mba një qëndrim politik, shpreh hapur, thot bashkëpunim me drejtsinë dhe fton deputetët që të votojnë si qëndrim grupi mazhorance për të përballur me drejtsinë. Ky është varianti A. Në rastin tjetër? Natyrisht janë hipotetike të gjitha. Varianti B. Varianti B, mbasi bëhet diskutimi politik në komision dhe në seancë plenare, mund të hidhet në një votim i cili nuk është i hapur. Pra ka të bëjë shumë procedura e votimit. Mund bëhet një votim në bazë një propozimi, pra ai e ka mazhorancën. Propozimi që votimi të bëhet i fshehtë. Në moment që votimi bëhet i fshehtë, pastaj ja lën në vullnetin e çdo deputeti duke mos marrë një përgjegjësi personale politike. Të paktën në parim, ose si konfiguracion publik. Unë jam duke fol parim dhe konkret. Jashtëzakonisht në parim, duke dhënë shembull konkret. Ç'mund ndodhi. Varianti i tretë pastaj është varianti kur ai e mbron pas një lloj ekuivoku. E si mund të ndodhi kjo, Zoti Topi? Me cilin instrument mund ta mbrojë në kushtet ku është? Me sa unë pash në atë tekstin, sidomos paragrafi fundit i reagimit kryeministrit, fliste shumë. Ai mund të bëjë mund të realizojë një votim të kujdesshëm, duke ia lënë vullnetit çdo deputeti, ku çdo deputet atje e din fare mirë vullnetin politik të kryeministit. Që është praktikisht i deklaruar. Edhe thot nuk e porosita unë. Nuk e porosita unë. Nuk e udhëzova unë. Pa porosi, më thoni ide tuaja, Zoti Evangeli dhe Zoti Sulo, për këto 3 skenare që përmendi Zoti Topi? Kurse unë kam një ide më të thjeshtë. Qëndrojnë apo keni një skenar të katërt? Ju lutem, Zoti Zogaj, Zoti Sulo. To janë hipoteza. Jo, dakor. Zoti Evangeli po e dëgjoj. Dhe janë shumë interesante, po ajo që po ju them ka të bëjë Nuk kanë për të ndodhur kalendarin, kërkesa e firmosur nga Zoti Dumani është përcjell në zyrën e kryetarit të kuvendit, i cili e përcjell atë ke Këshilli Rregullores Imunitetit dhe Mandateve. Është fiksuar tashmë që kjo mbledhje do të bëhet të premten dhe ky këshill ka 2 javë kohë për të përgatitur raportin. Ndërkohë ne sot jemi në datën 16 dhjetor, e premte i bie ta konsultojmë tamam 19, 2 javë edhe shkon 23, ndërkohë parlamenti i ka mbyllur punimet në datën 19. Punimet e këtij sesioni. Sesioni i ri fillon në javën e 3 janarit, që përkon diku me datën 19 janar në mos gaboj. Pra, minimalisht deri në fund të janarit ka festa të gëzuara për parlamentin. 12 janar. Shiko, festa duket sikur e kanë humbur. Po kjo do thoshte vetëm çështje kohe, Zoti Evangeli. Do fitoj kohë për vetëm kaq. Ja, ma dëgjoj një sekond. Festa duket sikur e kanë humbur rrugën për një pjesë e njerëzve të pushtetshëm në Shqipëri, dhe të pushtetshëm flas njerëz publik, nuk kam parasysh individ. Por po ju them që në gati një muaj e ca, pra nga data 16 sot deri në datën 19, që duket se mbyllet ky cikël, që ka dhe një datë tjetër, që është 22 i vendimit të gjykatës kushtetuese, unë po ju them që në lanën tonë heroike që e ndan Tiranën mes për mes, do të rrjedh shumë ujë. Kështu që
mund të ketë edhe një version tjetër. Uji që do të ndryshon të rrjedhën e lanës, apo lana mbetet aty ku është sipas parashikimeve aktuale? I cili mund të vërtetoj një aksion shumë të re, që kanë mbritur gjithashtu në viset tona, që thotë, atje ku nuk të mbaron punë sopata, ta kri bisturia. Ka dhe një të fundit. Bisturia, i kategori tjetër. Sepse ajo që po shikojmë në dinamikën e këtij hetimi dhe në disa të tjera të cilat janë në vijim me sipër, është pafundësia e dosjeve me fraksione. Sot ne u bëm me dije që nuk që nga vetëm një lot fjala vjen tek Unaza. Në fakt janë 7 tendera të tjerë. Po janë 7, kush e di çfarë kanë në fraksionet e dosjeve, në këtë konkrete, dhe kush e di çfarë dosjesh të tjera kanë, që do ta bëjnë të gjithë këtë diskutim, ndoshta edhe të pablerë. Prandaj thash. Qytetarët do t'ju pyesen tani ç'punë bën bisturia me këto lote, po besoj do ta marrin vesh në fund të janarit. Po mund të godasësh dikë disa herë me sopata, ai të mbjetoj. Nëse ke një dorë të shkatët, mund të presësh një arterie dhe... Deri atëherë ne do të jemi rikthyer në trialog pas festave dhe do ta diskutojmë me aktualitetin bashkë. Vetëm një fjali. Po, zoti Zogaj. Ka dhe një skenar të mundshëm. Shpjegim, nëse Rama mendon se ka frikë se mos zonja Balluku e merr me vete, ndryshe nga që ka pas raportet me Zëvenskë, ministrin e mëparshëm apo ministrin e brendshëm që ka lëshuar dhe ata kanë bërë kështu, kanë hedhë vazhdimisht batuta. Që po më thoni se duket se nuk janë të njëjtat raste. Kanë folë shumë me gjuhë të koduar etj, po nëse ka këtë, ai do ta mbrojë me thojë me dhem. Por do hap një konflikt madh me partnerët amerikanë, një konflikt madh. A është gati të hap këtë konflikt? A është gati për të front betejë me ndërkombëtarët? Nëse ka dy duar për një kokë dhe vetë, ai nuk e di, ai gjithnjë do kërkojë, domethënë një herë ka përcej pengesën e parë, po është prandaj thash është thik me dy presa, Mire Lorenzi thash dhe pa dorez. Mua arsyetimi më qënë që ai ndoshta do gjejë mënyrë që t'i lejë deputetët shprehen vetë, por do t'i ndruhet shumë kësaj që parlamenti nuk ja hoqë imunitetin, se do vendos një pikë kthese në gjithë qëndrimin e Partisë Socialiste në raport me reformën të shohim nëse do të mund të bëhet ky delegimi i përgjegjësive që u aludoni, zoti Sulej, në pak sekonda para se të ndjekim një insert tjetër. Më thoni, a ka një skenar ku mund investohet më tepër mazhoranca, që është më kredibël dhe më eficient për ta në këto kushte? Po, varianti mund të ketë plot. Zoti Topi, si njeriu me eksperiencë dhe bashkë me zotin Zogaj, shpjeguan një që mund të jetë votim ja lëm deputetëve në vendimin e tyre personal, por ndërkohë porosia është dhënë linja e partisë potencialisht cili është më i mundshëm të ndodhë. Por unë mendoj se Rama deri sot, sepse këto ditë mund të jenë ditë negociatash, ditë me ndërkombëtarët, me ambasadën amerikane, me zyrtar amerikan, me Bashkimin Evropian, me miqtë e tij, me këshilltarët e vet. Por duket si i vendosur për të shkuar drejt mbrojtjes dhe për të hapur një dritare për të ndryshuar reformën në drejtësi.